Një dietar i mëhershëm i gjenerata të arta, në të vërtetë ka thonë një fjalë shumë të bukur. Ka thënë shkatrimi i Islamit vjen përmes 4 personave. Personi i parë është ai i cili din, mirë po nuk vepron. I dytë është ai i cili vepron pa dije, por kjo është i kundërti i të parit. I tretë është ai i cili nuk e mëson atë që nuk e din. Dhe i katërti është ai i cili pengon të tjerët nga dija. Pra të gjitha trazirat që i gjen tek muslimanët, të gjitha sillen rreth këtyre 4 parime. Po të gjitha lidhen me diturinë. Sepse mjaft mirë ka thënë njëri prej tabinëve, prej imamëve të mëdhenj muslimanë, Zuhriu, ka thënë freskia e dijes, rritja e dijes është stabiliteti i fesë edhe i dunjas, i jetës së bote. Kurse largimi i dijes është largim edhe i fesë edhe i dunjas. Prandaj, po, gjithçka ndërlidhet me dijen. Ku është dija, është suksesi. Prandaj njerëzit që bëjnë fitne, që bëjnë trazira me të muslimanë janë këta 4. Ai që e din të vërtetën është dietar, por se nuk vepron me dijen e tij, ndjek qefet e tij. Ose i dytë është ignoranti, i cili mundohet me zbatu fen, po nuk din, edhe bën më shumë dëm se sa dobi. Si ai që dëshiron me vepru mirë, por nuk ja qëllon. Dhe i treti ishte ai që nuk mëson atë që nuk e din. Dhe i katërti është ai që pengon njerëz prej dijes. Pra njerëz që dëshirojnë me mësu dijen e vërtet, ai ju del në pengesë atyre. Edhe këta persona dietarët i kanë thujt pëllic të iblisit, zëvendës të iblisit dhe ushtarët e tij, pra që pengojnë njerëz për dijes. Prandaj suksesi është te dija e vërtet edhe veprimi me atë dije. Këtu është drita, këtu është suksesi, këtu është mirësia.